Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, po ndiqni emisionin mbi litanitë e Zojës së Bekuar. Sot ndalemi tek titulli Nëna e Hirit të Hynueshëm. Titulli Nëna e Hirit të Hynueshëm, që kisha shenjtë i jep Virgjës Mari, shpreh një nga misteret më të bukura të besimit të krishterë. Maria nuk është vetëm nëna fizike e Krishtit, por edhe nëna shpirtërore e të gjithë atyre që marrin hirin e tij. Përmes saj, Zoti deshi që hiri hynor të hynte në botë, duke e bërë atë një instrument të veçantë të dashurisë dhe mëshirës së tij. Prandaj besimtarët e shohin Marin si ndërmjetëse dhe si një burim ngushëllimi, sepse ajo jo vetëm që mori në mënyrë të jashtëzakonshme hirin e hyjit, por edhe dëshiron ta shpërndajë atë tek të gjithë njerëzit. Ky reflektim na ndihmon të kuptojmë më thellë kuptimin e hirit, rëndësinë e tij në jetën shpirtërore dhe rolin unik që Maria ka në planin hynor të shpëtimit. Çfarë mendimesh të thella ngjall ky lartësimi i Marisë, kaq ngushëllues për kishën e shenjtë, e cila e quan atë nëna e hirit hynor. Nëna e Krishtit nënkupton nënsinë e saj reale fizike, ndërsa nënsia shpirtërore lind nga një marrëveshje sipas së cilës Maria, si dhënëse e hireve, u shpërndan të tjerëve bollëkun e atyre hireve që ajo si nën e tij i merr nga Krishti. Maria ka me të drejtë një dhuratë dhe fuqi dyfish. Në një, ajo fiton dhe zotron hirin në një mas të paparë më parë dhe të pazakontë, dhe në dy, ajo digjet nga dëshira për t'i dhënë hiret e saj të tjerëve. Për këtë arsye do të gjejmë tek Maria, nëse kemi fatin dhe bekimin ta kërkojmë, plotësinë e asaj që ky titull në litanitë e saj nënkupton. Nëna e hirit hynor është lavdërim dhe lutje. Le ta ofrojmë këtë titull çdo herë që e përsërisim litaninë e saj me zemra të dashura. Çfarë është hiri? Që të kuptojmë më mirë thellësitë e këtij oqeani hirësh në zemrën e Marisë, që të vlerësojmë plotësisht bollëkun e tyre. Duket e nevojshme që së pari të përkufizojmë fjalën hir, një fjalë kaq shpesh e përdorur, aq rrallë e konsideruar me kujdes. Hiri, sipas përkufizimit, është një dhuratë e pafat, një dhuratë e lirë, e caktuar nga parimi dashamirës i Zotit për të na dhënë ndihmat e veçanta që na duhen në kohë të ndryshme dhe në rrethana të ndryshme, dhe kështu të siguroj shpëtimin ton. Mendoni për larmishmërinë e këtyre nevojave që ndryshojnë jo vetëm për çdo individ, por edhe tek i njëjti person, duke u përsëritur me kohë dhe rrethana të ndryshme. Hiri është pra dhurata e mirë e një ati dashamirës, që përulej për të ndihmuar fëmijën e tij në çdo kusht të jetës. Dhe duke qenë Maria nëna e tij, zemra e saj e pastër është thesari hynor i hireve të Zotit.
Hiret janë të llojeve të ndryshme për të përmbushur dhe për të kënaqur nevoja të ndryshme. Aktuale, shenjtruese dhe sakramentale. Hiri shenjtrues nuk është tjetër veçse gjendja e shpirtit në bashkim me Zotin. Një bashkim që rrjedh nga mirësia dhe dashamirësia e pafund e krijuesit të pafund për krijesat e tij të kufizuara. Siç nuk mund të meritojmë kurrë, as nuk mund të shpresojmë, ta barazojmë ose t'ja kthejmë në mënyrë të ngjashme. Ai buron nga dhurata e lirë e besimit, e dhënë secilit prej nesh në pagëzimin e shenjtë. Asnjë veprim nuk e meriton këtë hir të parë. Ai është thjesht dëshmi e një zgjedhje të veçantë nga i gjithë pushtetshmi, që unë, shpirti im individual, të jemi marrë si atyre dhuratave hyjnore që na japin mundësinë të bëhemi shenjtë. Prandaj hiri shenjtrues, i cili është ai që nënkuptojmë kur flasim për gjendjen e hirit, supozon një gjendje të vazhdueshme, ku jetojmë për një periudhë të konsiderueshme në dashurinë dhe miqësinë intime me Zotin. Kjo gjendje nuk pranon artificiale, nuk ka asgjë tjetër veçse sinqeritetin e plotë dhe absolut midis shpirtit dhe Zotit. Shpirti i foshnjës para pagëzimit është si një anije, i pajisur në mënyrë të përsosur e qëndrueshme për detin, e përgatitur për udhëtimin e jetës, por që pret prekjen e madhe të kapitenit të madh dhe erën e hirit që të mbush velat, përpara se porti të mund të qartësohet. Hiri shenjtrues është kjo erë e favorshme. Ai mbush shpirtin, e bën të pranueshëm për Zotin dhe nis në udhëtimin e gjatë drejt qiellit. Hiri shenjtrues së pari na bën fëmijë të Zotit dhe pastaj na mbështet si antar të gjallë të trupit mistik të Zotit ton, fëmijë të kishës së tij në tokë dhe trashëgimtar të mbretërisë së tij qiellore. Maria bashkëpunoi me birin e saj hyjnor, i cili na siguroi këtë hir përmes inkarnimit, kur shpirtin dhe trupin e saj të bukur u bën tabernakulli i parë i birit të Zotit në tokë, dhe ajo pranoi me zemrën e saj plotësinë e hireve qiellore. Para asaj kohe, hiri hyjnor paraardhës, një hir përgatitor, kishte mundësuar pajtimin e saj të papërlyer. Hiret më të zgjedhura të qiellit kishin ndriçuar kasollën e saj të foshnjës. Ajo gjithmonë u përpoq të jetonte në përulësi dhe fshehtësi, e panjohur për të gjithë, përveç Zotit në Nazaret, me bashkëshortin e saj të përulur Josefin. Plot me hire. Megjithatë, edhe pse toka nuk e njihte, engjëjt e Zotit nga qielli e ndoqën me frikë dhe dashuri, sepse të gjitha hiret dhe dhuratat e tyre të grumbulluara ishin asgjë në krahasim me privilegjet dhe bekuarsinë e shpirtit të Virgjërës Mari. Çfarë mund të themi pastaj për hiret e shtuar që pasuruan shpirtin e saj në inkarnim? Me të vërtetë, ky mister e vendosi Marin si nëna e hirit të hyjnueshëm, sepse përmes tij ajo u bë nëna e Zotit, autorja dhe burimi i të gjitha hireve. Mendo një liçen të pastër malor, i mbuluar me akull, lart mes dëborës së përjetshme, ndërsa poshtë rrihet një shkretëtir e thotë: kështu para inkarnimit, të gjitha hiret hyjnore ishin të mbyllura brenda sferave të përjetshme, të paarritshme për njeriun, që lëvizte në shkretëtirën e nxehtë dhe të pamirën e botës së vjetër testamentare. Pastaj në plotësinë e kohës, Zoti buzëqeshi mbi Marin, nënën e tij. Fjati i saj i gatshëm shkriu atë liçen të ngrirë, dhe ajo u bë kanali përmes të cilit, pas 4000 vjetëve shkretëtir, shkarkimet e hireve të Zotit sollën pjellorinë e tokës së thatë.
Mes shumë paradokseve të ekzistencës njerëzore, është kjo realitet. Ne lindim fëmijë të natyrës, por jemi të destinuar të jemi fëmijë të Zotit. Fillimet e jetës sonje janë të rrënjosura në tokën e rendit natyror, dhe fundi i saj shkon drejt dhe është i destinuar për qiellin. Është një hendek tjetër si ai midis Lazarit dhe divës. Vetëm Zoti mund ta kapërcej këtë hendek, dhe ai e bën këtë me një dhuratë të njohur si hir. Që ta vlerësojmë sa më mirë të mundemi emrin e bukur të Maris, nëna e hirit të hynushëm, sepse nëna e tij që është autori të gjitha dhuratave të njeriut në rendin mbi njerëzor, duhet të di më shumë rreth kësaj ndihme hynore. Të paktën duhet të di më shumë se vetë emri hiri. Na duhet ndihma e hirit. Ne jemi të destinuar për qiellin, por nuk mund të arrijmë atë pa ndihmën e hyjit. Askush nuk mund të vijë tek unë përveç nëse Ati e tërheq atë, janë fjalët e Krishtit. Dhe Shën Pali mendonte të njëjtën gjë kur shkroi se nuk mund të mendojmë as një mendim të mirë, as të flasim një fjalë të mirë që mund të jetë e dobishme për shpëtimin ton pa ndihmën e hyjit. Hiri do të thot një dhurat, ai do të thot një favor ose diçka e bërë për dikë, nga mirësia e pastër e dhënësit, pa as një merit të veçantë të marrësit. Fjala zakonisht kuptohet në një kuptim shpirtëror si një dhurat nga hyji, që synon të bëjë njeriu të shenjtë, të kënaqshëm për hyjin dhe në fund të aftë për qiellin. Hiri aktual. Ekziston një hir që quhet aktual, i cili mund të përshkruhet si lëvizja fillestare që na jep hyji në rrugën drejt shenjtërisë. Vetë përvetësimi i tij nuk krijon shenjtëri. Një shembull i mirë do të ishte dëshira ose vendosmëria për të hequr dorë nga një sekt protestant dhe për t'u bërë katolik. Kjo është një ndryshim misterioz i ndjenjave ose mendimeve, dhe ndonjëherë ndodh me njëherë. Shën Pali po nxitonte me kalin për të përsekutuar Krishtin dhe të krishterët e Damaskut, kur paprit mas pyeti: çfarë do të duash të bëj? Hiri aktual është mbi njerëzor në origjinën dhe qëllimin e tij, sepse është ndihmë dhe frymëzim, një vendosmëri e qartë për të shmangur të këqijat dhe për të filluar një jetë të mirë. Ai është si ngritja e një re nga fytyra e diellit, si një dritë e papritur që ndriçon dhe tregon se çfarë është e mirë, dhe për këtë arsye çfarë duhet të bëjë njeriu. Kjo ndihmë fillestare, ky impuls vjen tek shpirtrat, të cilët janë aplikuar me ritat e Krishtit. Hiri i mjaftueshëm. Një nga anët më pak të vështira të kësaj çështje të hirit është mjaftueshmëria e tij për shpëtimin, një pikë që do ta prekim në mënyrë të përshkruar. Duke qenë se hyji dëshiron që të gjithë njerëzit të shpëtojnë, qëndron e kuptueshme që ai u jep të gjithëve, edhe mëkatarëve më të vështirë, mjaft ndihmë për të punuar shpëtimin e tyre. Kjo është ajo që Shën Pali nënkuptoi kur duke shkruar kishës së Efesit tha: secilit njeri i jepet hir, madje më shumë, secilit i jepet më shumë se sa mjafton për shpëtim, nëse ai bashkëpunon me të. Sepse siç shprehet Shën Augustini, hyji i cili krijoi njeriun pa njeriun, nuk mund ta shpëtoj njeriun pa njeriun, dhe megjithatë, ky hir kurrë nuk ndërhyn në lirinë njerëzore.
nuk e detyron njeriu të bëjë diçka kundër vullnetit të tij, por e bën atë të mund të dëshirojë dhe të bëjë atë që pa ndihmën e tij ishte krejt e pamundur. Prandaj vullneti i lirë, pjesë thelbësore e natyrës njerëzore, nuk pengohet as pak nga hiri, i cili vetëm e forcon, e rregullon dhe e përkryen. Hiri i miqësisë. Hiri megjithatë që e bën njeriu mik të hyjit, të kënaqshëm për hyjin, të bashkuar me hyjin. Hiri që e hyjnizon atë, për të thënë kështu, dhe që kur ruhet me qëndrueshmëri, hapëtyr të qiellit, është hiri shenjtrues. Një nga tiparet më të përullura të njeriut është fakti i varësisë së tij nga dikush tjetër, nga lindja deri në vdekje. Ai lind në përpjekjet e tjetrit dhe vdes mbi përpjekjet e tij. Dhe ndërmjet këtyre dy nyjeve, ai gjithmonë ka nevojë për ndihmë nga jashtë. Ai varet nga prindërit për jetën, nga toka për ushqim, nga dielli dhe yjet për të udhëhequr rrugtimin e tij në tokë. Ai fillon të vdes në qastin e lindjes, dhe nëse gjithçka dhe të gjithë në këtë botë nuk i japin dorën, ai duhet të lërë barën e jetës së tij, një barë shumë e rëndë për të mbajtur, dhe kjo shumë para se të arrijë kulmin e fuqisë apo majën e prestigjit të tij. Pa hir nuk mund të bëjmë asgjë. Dhe kjo nuk është e tëra. Njeriu thamë është i destinuar për gjëra më të larta, për qiellin, që është për te tij, shtëpia e tij e përjetshme. Dhe për këtë destinacion mbi njerëzor, Krishti tha: "Pa mua nuk mund të bëni asgjë." Pa të nuk ka besim, nuk ka shpresë, nuk ka dashuri, nuk ka qiell. Pa Krishtin nuk ka gjë tjetër veç mëkati dhe mëkatshmëria. Sepse duke zbritur nga qielli, me jetën dhe vdekjen e tij, ai hapi dyert e këtij rendi të ri hiri, rendi mbi njerëzor për njeriun. Kjo jetë shenjtërie në tokë si në qiell është pafundësisht përtej mundësive të njeriut, dhe për të ai ka nevojë për dritë dhe forcë nga lart. Ai ka nevojë për ndihmën mbi njerëzore, për dobësinë dhe paaftësinë e tij të lindur, për të parë dritën vet, për të udhëhequr hapat e tij në errësirën e kësaj vale të eksilit, për të mbajtur për vete një lloj parajse qiellore në universin e hyjit. Është hiri ai që drejton sytë e shpirtit të tij drejt asaj që është bukurie qëndrueshme, dhe është hiri shenjtrues, që udhëheq këmbët e tij drejt hapësirës së gjerë të detit të dashurisë hynore. Tempull i hirit. Në qastin që një shpirt merr këtë dhuratë të çmuar, ai hyn në një gjendje bashkimi të ngushtë me hyjin dhe merr një nder të ri, një trashëgimi të re, duke u bërë trashëgimtar i mbretërisë së qiellit. Hiri shenjtrues e bën njeriu tempull të shpirtit të shenjtë, i jep veprave të tij një cilësi të veçantë meritore. Ai zbukuron shpirtin, duke e veshur me një mantel të gjitha virtyteve të krishtera. Ishte Shën Pauli që tha se është dashuria e hyjit derdhur në zemrat e njerëzve nga shpirti i shenjtë. Dhurata e hirit, thot Shën Toma, te i kalon çdo dhuratë që mund të marrë ndonjë krijesë, pasi ajo është një pjesëmarrje në natyrën hynore. Mbretëri dhe frone nuk krahasohen me të, as pasuri, as nderime, as shëndet apo bukuri. Nga Krishti përmes Marisë. Hiri pra vjen nga Krishti, i cili ka Marin nën.
Prandaj, ajo është nëna e hirit hynor. Një nga tiparet më të bukura dhe më prekse të besimit ton është se jemi mësuar që nga fëmijëria të shkojmë tek Jezusi përmes Marisë. Buzët tona kanë mësuar që shumë kohë më parë të thonë ato fjalë lutjeje. Asnjëherë nuk është njohur që dikush që u drejtua te ti të ishte lënë pa ndihmë. Dhe ashtu si dashuria jone e parë në jetë ishte dashuria e nënës, dhe ashtu si kishim shkuar tek ajo engjëllushja e dashur e ditëve të fëmijërisë, dhe ashtu si ishte ajo që na mbështolli e para në krahët e saj amnor, na ushqeu me substancën e saj dhe na përfaqësonte gjithçka që ishte fisnike, e mirë, e bukur dhe e vërtetë. Po ashtu ishte te Maria që u drejtuan buzët tona të foshnjës kur filluan të luteshin për herë të parë. Si Gabrieli nuk e thërrisni më emrin e saj të drejtë, si ai tham, të falemi hir plote. Duke qenë nëna e hyjit, dhe kjo nuk mund të thuhet kur tepër shpesh për të thelluar devocionin ton, ajo duhej të kishte gjithçka që ishte nevojshme për atë dinjitet hynor. Ajo duhej të kishte hirin dhe dhuratat e duhura, sepse biri i saj ishte hyj, i njëjti bir që kishte Ati ynë në qiell. Virgjresha e bekuar, thot Shën Toma, nga fakti që është nëna e hyjit, ka një dinjitet të pafund nga e mira e pafund që është hyj. Pastërtia e saj, thot i njëjti shenjt, nën Krishtin ishte supreme. Fakti që ajo ishte nëna e hyjit, i dha asaj një detyrë të veçantë, dhe prandaj ajo duhej të kishte një shenjtëri të veçantë, nga e cila nuk ishte përjashtuar as intelekti i saj. Hyjit i takonte për nderin e tij, që në të gjithë ato dijenime të cilën mendja njerëzore nderohet, Maria të te i kalonte pjesën tjetër të njerëzimit. Edhe pse dukshëm një grua fshatare e varfër, e zënë me punët e përditshme të shtëpisë së saj të thjeshtë, ajo ishte plot me urtësi hynore, sepse ishte plot me hir hynor. Ajo shihet më qartë se çdo shenjtor, intelektual apo shkencëtar, shfaqjen e lavdisë së hyjit në mbretërinë e natyrës, dhe kishte një vizion të bukurisë së botës së tij, që asnjë poet nuk mund të arrijë kurrë. Ndërmjetësja e të gjitha hireve. Duke marrë parasysh misionin e saj si nëna e hirit, ajo është quajtur e madhe ndërmjetëse e të gjitha hireve. Arsyet janë të dukshme, ajo është nëna e shpëtimtarit, i cili me gjakun e tij ka blerë të gjitha hiret që janë dhënë ose do të jepen që nga rënja. Po ashtu, ajo u bë nëna shpirtërore e njerëzve në inkarnim, një titull që ajo e mori në të vërtetë në kalvar nga biri i saj që po jepte frym. Prandaj besohet se përmes duarve të saj ne marrim të gjitha hiret që kërkojmë në lutje, të gjitha hiret që na çojnë tek sakramentet dhe na përkadisin për pranimin e tyre të denjë. Ajo me të vërtetë është nëna e hirit hynor, e mbushur plot me thesaret e qiellit, dhe Jezusi e ka dhënë atë për njerëzimin, që të jetë kanali përmes së cilit rrjedhin të gjitha hiret e tij, dhe të gjitha bekimet e tij janë dhuruar, bekimet e besimit dhe dashurisë të shpresës dhe qiellit. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, dëgjona ne. O Krisht, dëgjona ne. Ati prej qiellit hy.
Ki mëshirë për ne. Biri shëlbues i botës hyj. Ki mëshirë për ne. Shpirti shenjtë hyj. Ki mëshirë për ne. Trinia e shenjtë njëi vetmi hyj. Ki mëshirë për ne. Shenjtja Mari. Loto për ne. Shenjtja Nënë e Hyjit. Loto për ne. Shenjtja Virgjëra e Virgjërave. Loto për ne. Nëna e Krishtit. Loto për ne. Nëna e Kishës. Loto për ne. Nëna e Hirit të hynushëm. Loto për ne. Nëna e kulluar. Loto për ne. Nëna krejt e pastër. Loto për ne. Nëna e papërlyer. Loto për ne. Nëna e paprishur. Loto për ne. Nëna e dashur. Loto për ne. Nëna e mrekullueshme. Loto për ne. Nëna e këshillit të mirë. Loto për ne. Nëna e krijuesit. Loto për ne. Nëna e shëlbuesit. Loto për ne. Virgjëra e nderueshme. Loto për ne. Virgjëra e lavdëruar. Loto për ne. Virgjëra e pushtetshme. Loto për ne. Virgjëra e mëshirshme. Loto për ne. Virgjëra besnike. Loto për ne. Pasqyrë drejtësie. Loto për ne. Selia e dijes. Loto për ne. Shkaku i gëzimit ton. Loto për ne. Visari përshpirtshëm. Loto për ne. Visari nderueshëm. Loto për ne. Visari zgjedhur për shpirtërie. Loto për ne. Drandofilja e mrekullueshme. Loto për ne. Kulla e Davidit. Loto për ne. Kulla e Fildisht. Loto për ne. Shtëpia e artë. Loto për ne. Arka i beslidhjes. Loto për ne. Dera i qiellit. Loto për ne. Ylli i mëngjesit. Loto për ne. Shëndeti të sëmurve. Loto për ne. Streha e mëkatarve. Loto për ne. Ngushëllimi të pikëlluarve. Loto për ne. Ndihma e të krishterëve. Loto për ne. Mbretëresha e engjëjve. Loto për ne. Mbretëresha patriarkëve. Loto për ne. Mbretëresha e profetëve. Loto për ne. Mbretëresha e apostujve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmorëve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmitarëve. Loto për ne. Mbretëresha e virgjërave. Loto për ne. Mbretëresha e të gjithë shenjtërve. Loto për ne. Mbretëresha e zënë pa mëkat të rjedhshëm. Loto për ne. Mbretëresha e ngjitur në qiell. Loto për ne. Mbretëresha e shenjtës ruzare. Loto për ne. Mbretëresha e paqes. Loto për ne. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Na fal ne, o Zot. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Dëgjona ne, o Zot. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Ki mëshirë për ne. Në mbrojtjen tënde, po nga si moshenjtja Nëna e Hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevojat tona, por o Virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto për herë prej të gjitha rreziqesh. Zoja jonë dhe ndërmjetëse e jona, me birin tënd na pajto, birin tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho. Lutu për ne e shenjtja Nënë e Hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Jepna ne shërptorëve të tu, po të lutemi o Zot, ti gëzohemi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në për ndërmjetësi të së madhërishmës dhe gjithmonë Virgjërës Mari, ti shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe ti gëzohemi gazmendit të amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, nga ky meditim, kuptojmë se hiri është dhurata më e çmuar që hyi i jep njeriut për ta udhëhequr drejt shenjtërisë dhe jetës së përjetshme. Ai na forcon, na ndriçon dhe na bashkon me hyjin në një miqësi të thellë shpirtërore. Në këtë plan hynor, Maria zë një vend të veçantë si nëna e hirit të hynueshëm, sepse përmes saj erdhi në botë Krishti, burimi i çdo hiri. Duke u drejtuar asaj me besim dhe dashuri, të krishterë gjej ndihmë dhe ndërmjetësim për të marrë bekimet e hyjit. Prandaj devocionin ndaj Marisë nuk na largon nga Krishti, por na çon gjithmonë më pranë tij, duke na ndihmuar të jetojmë në hir, në dashuri dhe në shpresën e qiellit.